Kur shkum të familja Ramushe, kur nuk e arrej, u mëra mu unë që atë nëtë, që të Ilmia Radine, unë nga tina. Edhe Ramushe më duket për shumë, në periudhë të anke, djali rrep, djali veç gjithë adin agresiv, gjithë adin e porë që me zemre kishë morë, po ma bëjnë do që aje vështë Ramushe, adin se në arone jo me full me përshëndit, po ma gata, adin jo me najtë, aje veç u anke levizë Ramushe, e të i bollah me boptina, kur nuk ka arrej, tha pisheni djali i ri, që më ka një mu, tha, ma bu një mu, tha, se më ka lëzunë dhe ta, tha një kompaniolla diçka Ilmia, bash baba i Ramushit. Qatë ditë i kishën pas luftu 4-5 orë, e kish pas kallë kjo, e tha një djali i ri më bojke, adin fisheke, që kish nevojë, tha mu ka gjinë, tha, i di piti e kum lije. Do më thonë, le që ka luftu, do më thonë, familja, dhe më vlezrit Haradina i krejt që kanë luftu me Ramoshe, me Daute, Shkelzene, Luane, krejt ata, me nipja me krejt, po edhe baba i tyne, dhe më thonë kësh luftu, e kësh kollë një kompaniot, dhe më thonë zëti i ka kriju mas familjes të ademit këta komplet, dhe më thonë që ja kanë vazhdu rrugën e Adem Jasharit. E di që nga ka full dërë për dërë tonë, nga kanë leru, nga ka respektu, nga ka prit mira, e në për bëk, për kofe, për tanat mirat, po në stop i angazhun, se këshim pas luftime, u anke në periud, u anke në stop adin për gjithka me koj i gachëm, dhe më thonë, kun rej serbe. Ka pas disciplinë për Ramushe, interesant, se ka pas që janë njerëz drenice dyqysh, i ka pritë edhe herë më mirë, i ka desht. Edhe u bëndë sa ka desht drenicën, se ja vazhdoj rrugën Adem Jasharit. Ja vazhdoj si burat, edhe unë e thamë shpesh, rosti Daut Haradine, kër unë dalu që vetë kaldzejke qysh rosti, ta është të mërmenje nëse Dauti që atë për që atë ishtë dërzu, për djali forës që ka dërzu, në është ta meni alti edhe, në është ta nuk ishtë vazhdu edhe Adem Jasharit dhe luftau që kësë, u pas dërzu Dauti që atë ditë, ku që atë ditë së dërzu, tani tjertë me Ramoshe me krejt kanë rezistu, dhe më thau bos e be, për që ta për Dauti nga më respekt shumë të ma. Se djali dhe më thonë që atës ju ka dërzu serbe, që atë nga ka njësë mu më rëjt edhe liria e lufta me në orë, deri të pavarësia ku. Me mujtë kuj njetë, hak nuk i një. Se është gjëna, edhe si të dini njëri, veç një tru, merita që i ka ma shumë sënë, këpuc kam jadush. Se është vlau i jami, bre, është gjaki jami shqiptar. Sen ma mirë se me edhe hakun trimin s'ka. Ka lëzënë për në rezultat për luftën e Shabapëllushës në atë kësa. Shabapëllusha kishë pas shumë ushtarë, i shkon njëri luftarak. Bili me gjithë gjallë vetën e ka dhonë luft, jetën Shabapëllusha. Gjallë i Shabanit e kishë pas samin Mustaf. E na familjen e Shabapëllushë i kemë meqë. Ja kanë për të janë Mustaf këti dhonërin tash që i kemë në këtë luft dëshmur, e mbonë emnin e gjallë i Shabapëllushë Mustaf, dhe më 3 generatat vronë dhe më 5 serbë. Kurse arrujnë, ku e ka pasë në rezolë, kalëzën, se me pleshtë të më karonë me najtë në Peru, e kalëzëshin, tha, i kështë pas vetë njën e Shabapëllushë, dhe thëtë, apo më kalëzët diçka ku shumë atrim se ti, atë në kështë la qëtë pushkën për pora. Edhe Shabani kështë pas fullë. Thëtë, pasha hakun, thëtë, ma atrim se unë së është kërkush, për thëtë, mos i hifsha në hak, ali fazlisë, për kazet. A i me një aspekt vja ka pranu, që dhe më thonë, ma i furët se unë kërkush, po mos i hifsha në hak. E dhe më ollë trimat e furët, e i furët të epë hakun. Kur i ligës të epë hakun. Pesh moshlit zëti, i furëti, a i të epë hakun, ato që e ki. E lazën vejta gjithë nuk ka sen maran me ahungër hakun trimit nuk banë. është argatin e punës, e ke po gjithë mërzime të ahungër se luftës.